Fshati Lin në Pogradec është shpallur ansambël arkitektonik urban, duke i dhënë një tjetër shtys zhvillimit të turizmit në këtë zonë. Sipas Amanda Cicit, drejtore trashëgimisë kulturore në Qarkun e Korçës, ky status i ri ndërthur trashëgimin kulturore, natyrore dhe bashkëtesën komunitare. Ansambël arkitektonik urban, një dëshmi ku shprehet ndërveprimi i njeriu dhe natyrën më së miri në vlerat më unikale, një VKM e cila do të përmbajë të gjitha rregullat se si do të ndërhyet në objektet apo në investimet që duan të realizohen në fshatin Lin. Kriteret e ndërtimit do të jenë më të kufizuar si në pjesën e ruajtjes së materialit të gurit, kompozimit të ndërtesës, kompozimit hapësinor në pjesën e formacionit të ndërtimeve, gjithashtu pjesa e lartësisë, mënyra e ndërtimit të çative. Të gjitha projektet do të kalojnë në Këshillin Kombëtar të Restaurimit. Në rastin e investimeve të mëdha të cilat do të kenë impakt në zonë, do të kërkohet shprehje e mendimit edhe nga UNESCO. Fosilde Tole, një nga arkeologët që njeh mirë këtë fshat, tregon se ky status çon një hap më tej Linin, duke përfshirë edhe gjetjet arkeologjike të zonës. E gjithë zona e fshatit Lin, ashtu siç është shpall ansambël arkitektonik, unë do ta quaja edhe një ansambël arkeologjik, sepse ka një gamë të gjerë gjetjesh, jo vetëm objekte, por edhe site arkeologjike në të gjithë zonave, duke filluar që nga preihistoria edhe deri në mesjet, ku padyshim ai xhevairi kryesor në këtë pjesë mund të themi që është Bazilika e Linit, e cila është një nga sitet më të veçanta të llojit të vet, jo vetëm në zonën e Shqipërisë Juglindore, por edhe më gjerë. Është një nga monumentet më të mirë mbajtura, padyshim edhe me mozaikët e veta, të cilat në disa prej dekoreve të tyre janë shumë të veçanta dhe kanë paralele vetëm me mozaikët e baptisterit të Butrintit. Statusi ansambël arkitektonik urban ka qenë një nga kërkesat kryesore të UNESCO-s për palën shqiptare. Pas debateve se liçeni i Ohrit rrezikon të dalë nga zona e mbrojtur. Me këtë ndryshim për mirësimin ligjor, për ndërtesat, por edhe promovues për sajtet kulturore, pritet të rritet ndjeshëm numri i turistëve vendas dhe të huaj në këtë fshat.